Patatet e fast foodeve nuk janë thjesht patate të skuqura, janë një produkt i përpunuar që është krijuar për të qenë maksimalisht i shijshëm dhe i vështirë për të ndaluar. Ja disa gjëra që shumica prej nesh nuk i din. Patatet zakonisht përpunohen përpara se të skuqen, për të pasur të njëjtën shije dhe teksturë çdo herë. Por pjesa më e rëndësishme është ajo që ndodh gjatë skuqjes. Shpesh përdoren vajra bimor të rafinuara si vajrat e farave apo vaj i palmës. Këta vajra zgjidhen sepse janë më të lirë dhe rezistojnë më gjatë në temperatura të larta. Problemi është që, kur këto vajra nxehen vazhdimisht, sidomos në temperatura shumë të larta, ata fillojnë të degradohen. Krijojnë përbërje që lidhen me inflamacionin në trup dhe stresin oksidativ. Dhe këtu vjen një tjetër detaj që shumë pak njerëz e dinë. Në disa raste, i njëjti vaj përdoret për një kohë të gjatë përpara se të ndërrohet plotësisht. Kjo do të thotë që një pjesë e patateve që konsumon mund të jenë skuqur në vaj që është përdorur shumë herë. Sa më shumë përdoret dhe nxehet një vaj, aq më shumë bie cilësia e tij. Pastaj kemi kombinimin klasik: krip, yndyrë dhe teksturë krokante, që stimulon fort trurin dhe të shtyn të hash më shumë se sa ke nevojë. Rezultati: shumë kalori, pak gopje dhe një ndikim që me kalimin e kohës reflektohet në energji, peshë dhe shëndet metabolik. Na tregoni dhe ju në komente a është e lehtë të dalosh të konsumuar ushqime të caktuara kur e kupton mënyrën se si përgatiten.